Të dashur shqiptar, ky vampir që shkatroi Shqipërinë dhe ushtrinë shqiptare, që lejoi Partinë e të Drejtave të Njerëzit greke të hyrë në parlament. Ky njeri, autori në theshtatës, ka shpikur një fjalë të re, Ramaduro. Ai kërkon që Delta Force Amerikës të sundojë në Shqipëri, të sulmojë një vend të NATO-s. Madje ai ka kërkuar që Shqipëria të përzihet nga NATO si një vend narkoshtet sipas tij. Aq i neveritshëm është ky njeri që edhe sikur të ishte kjo e vërtet, ai këtë nuk duhet ta thoshte. Tani e kuptoni se sa i tmerruar jam unë nga rreziku grek në Shqipëri. Sepse grekët kanë bërë një marrëveshje të fshehtë me shtetin e zgjedhur, me shtetin e njerëzve të shkretëtirës që të pinë gjakun, ta thithin. Ata pinë gjak në vend të ujit. Për fat të keq, ju pëlqen shumë gjaku i ëmbël i shqiptarëve. Po përse ne kemi gjakun kaq të ëmbël? Sepse jetojmë në parajsën toksore. Shqipëria është vendi më i bukur i Mesdheut. Për shkak të ngrohjes globale, Greqia është kthyer pothuajse në një shkretëtir nga temperaturat e larta. Dhe dal nga dal do ndodh komplet shkretimi i plot i Greqisë, do zgjasi për disa dekada dhe Shqipëria do bëhet vendi i preferuar i turizmit në të ardhmen. Dhe presidenti i gringove kërkon ta kthejë Shqipërinë në një rivjerë të bukur, por jo për shqiptarët. Dhe ky vampir kërkon të ndihmojë forcat më të errëta greke për shfarosjen e shqiptarëve. Ky është qëllimi i tij. Prandaj ata që janë antar të Partisë Demokratike duhet menjëherë t'i japin dorëheqje sot. Të bashkohen me Partinë Socialiste ose me një parti tjetër çfarëdo, vetëm të ikin nga ky djalli i Vučidolit që në gjuhën serbe do të thot lugina e ujkut. Kjo është vendlindja e tij, të dashur shqiptar. Ky është një shqip folës. Ky është një përbindësh, jo njeri, prandaj ai do jetojë 150 vjet derisa ta shikojë Shqipërinë të shkatruar plotësisht. Pra, ky kërkon që udhëheqësi shqiptar të trajtohet në të njëjtën mënyrë siç u trajtua udhëheqësi i Venezuelës. Dhe ne dim që gringot këtë e bën për pasuritë e vendit që ka Venezuela dhe rezulton që bregdeti shqiptar gjithashtu ka pasuri të jashtëzakonshme me naftë. Për këtë arsye, gringot kanë bërë kërkime në bregdetin shqiptar, me anijet e tyre të veçanta dhe me polumbar. Dhe ne i kemi treguar këtë live në televizion me kënaqësinë më të madhe se po na bëjnë një ndër të veçantë që po zbulojnë naftë në bregdetin shqiptar. Do të kemi parasysh që metoda e nxjerrjes së gazit natyror nga gringot, që quhet fracking në anglisht ose çarja e shkëmbit, ka shkaktuar tërmete në Shqipëri. Tërmetet janë shkaktuar nga gringot. Njerëzit kanë humbur jetën në Shqipëri. Pra ky është vetëm fillimi. Kjo fjalë, Maduro, në fakt, ka dalë në një film tjetër, Ramaduro, që unë kam bërë. Por unë tregoj se sa i papërgjegjshëm është kryeministri shqiptar, Edi Rami, në një tallje që ai ka bërë presidentit amerikan, në të cilin ai vënëloi faktin që gjoja presidenti amerikan ngatroi Shqipërinë me Armeninë, duke e quajtur Albania Armeninë, dhe gjoja presidenti amerikan nuk e di ku është Shqipëria. Dhe tallet pikërisht kryeministri shqiptar bashkë me kryeministrin e Turqisë dhe kryeministrin e Francës. Do më thënë ai e nxjerr veten si qendër të botës, si mençuria e botës, sepse fajti ka vetë për të gjitha këto që na i ka sjellë në vendit tonë.
dhe i thot presidentit të Francës, përse nuk na ke përgëzuar neve, duke treguar me gisht nga presidenti i Azerbajxhanit. Dhe i thot presidenti i Francës, për çfarë t'ju përgëzojmë? Sepse ju nuk na përgëzuat për arritjen e madhe të presidentit amerikan që shohi konfliktin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Pra Armenia është Albania. Dhe ai po tallej pra me presidentin amerikan, që gjoja nuk e di ku është Shqipëria. Dhe në fakt ai di shumë mirë ku është Shqipëria, sepse vajza e tij udhëton shpesh për në brigjet e Shqipërisë, po ashtu dhe dhëndri i tij, ja kanë vënë syrin komplet rivierës shqiptare. Dhe plani është që të shfarosen shqiptarët dhe të vendosen aty kolonë të zgjedhur grek. Kjo ka ndodhur në shekullin e 8 para erës sonë dhe kjo ka dalë në të gjithë filmat e mi, që të gjitha qytetet e lashta illyre janë në fakt qytete greke. Aulon do të thot Grykelumit në greqisht. Dyrachion do të thot shkëmb i keq në greqisht. Lissos do të thot gur i lëmuar në greqisht. Rizon do të thot bashkësia e rrënjëve në greqisht. Naron do të thot ujrat në greqisht. Pra të gjitha qytetet e Ilirisë deri në Kroaci janë qytete greke dhe Ilirët Veneti, që ishin më në veri nga të gjithë Ilirët pranë nga dishullit të Italisë, e quanin veten Graikoi në mbishkrimet e tyre, pra grek. Vetë qyteti i Mitrovicës e merr emrin nga perëndia e tokës Demeter. Është kurtimi i emrit Demeter, Mitrovica me prapashtesë slave. Dhe qyteti Sremska Mitrovica ka emrin Graium në latinisht, do të thot Greqia. Pra dhe Kosova ka qenë e pushtuar nga Greqia dhe emri Kosifos në gjuhën greke do të thot mëllenj e zezë, por edhe në gjuhët slave, por jo në shqip. Kryeqyteti i Kosifos ka qenë Damastioni, që do të thot sundues në greqisht. Pra të gjitha qytetet në Kosovë, Shqipëri, Dalmaci kanë emra grek. Kjo është ëndra e Sali Serbit, që të na sjelli grekët dhe një herë mbas 28 shekujsh të na pushtojnë ne në Shqipëri. Dhe fajin kryesor pra e ka kryeministri shqiptar. Dhe unë do ju bashkangjis filmin që bëra para një viti duke parashikuar këtë gremin ku po na çon kryeministri shqiptar neve, duke u tallur me presidentin amerikan. Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Presidenti Macron nuk ka thënë asgjë fare, vetëm ka qeshur me kryeministrin shqiptar, i cili i afrohet kryeministrit të Azerbajxhanit, e merr nga supi, shkon tek presidenti Macron dhe i thot që ju duhet të na kërkoni neve falje, për arsye se juve nuk na përgëzuhat për arritjen e jashtëzakonshme që bëri presidenti Trump për heqjen e konfliktit midis Azerbajxhanit dhe Shqipërisë. Sepse presidenti Trump bëri një gabim, gaboi me Albania në Kaukaz, që ka lexuar nga letërsia shoviniste greke, dhe Albania në Shqipëri. Ose ai ka bërë atë gabim me dashje, për mendimin tim, për të thënë që shqiptarët nuk janë autokton në Shqipëri, jo se nuk e dinte ai ku ishte Shqipëria. Dhe kryeministri shqiptar, pa e ditur fare në tekstin e presidentit amerikan për thënë që Shqipëria s'duhet të ekzistojë, sepse ai di shumë mirë ku është Shqipëria, presidenti Trump, sepse ai do Sazanin, ai do Butrintin dhe do marrë të gjithë Shqipërinë dhe e bëj rivierë dhe do t'i heqë shqiptarët. Ky është qëllimi i tij, bashkë me familjen e tij slave. Ky është qëllimi i Trumpit. Por kryeministri shqiptar, gjoja, ka që i zgjuar, pa pritur përgjigjen e presidentit të Francës,
e pyet dhe i përgjigjet vetë pyetjes së tij, përse nuk na përgëzoni për arritjen e presidentit Trump për shuarjen e konfliktit midis Azerbajxhanit dhe Albanias. E kuptoni, ne jemi Albania, që grekët na kanë vënë atë emër sipas grekërve, fisi i lirë grek Albanoi, në qytetin Albanopolis në Zgërdesh, që është i zgërdhyer Zgërdeshi, qyteti vjetër është prishur, dhe është gjetur pllaka Albanopolisit, është përkthyer nga unë, është vjedhur nga turbo-albanët, të gëzuar që arritën ta marrin zbulim tim dhe ta bëjnë të tyren, por ata s'kan lexuar përkthimin tim, që aty nuk flitet për shqiptar, po për fisin i lirë Helen Albanoi, në kryeqytetin Albanopolis, në Zgërdesh, dhe kjo pllakë është gjetur në Maqedoni. Dhe aty bëhet fjalë për Dardanin. Por Dardani gjithashtu ishte fis Helen, Dardanoi, dhe nuk lidhet me fjalën dardhë, të dashur shqiptar, s'ka asnjë lloj lidhje. As fjala Shqipëria me Albanian, as me Albanian e Azerbajxhanit, që ishte koloni greke e fisit Albanoi, dhe as me Albania në Shqipëri, që ishte koloni e fisit Helen Albanoi. Gjithashtu. Pra, kush ka dali humbur këtu, sepse kjo është bërë temë në të gjitha mediat botërore, që gjoja po tallen me Trumpin, por kryeministri shqiptar që se kupton që shakaja ka rënë tek ai. Kryeministri i Azerbajxhanit nuk qeshi fare, por ngriu nga tmerri, sepse s'duan që të fyen presidentin e Amerikës. Do të kemi parasysh që ish presidenti amerikan Wilson shpëtoi Shqipërinë nga ndarja që donte t'i bënte Franca Shqipërisë, midis Greqisë dhe Serbisë. Kjo është Franca e sotme që po tallet me presidentin amerikan. Dhe kryeministri shqiptar po tallet me presidentin amerikan, që nuk guxon të tallet me presidentin amerikan kryeministri i Izraelit, që është i dënuar për ato që ka bërë kundër fëmijëve dhe grave palestineze, dhe kur e shan Trumpi ai e dëgjon si pul. Dhe nuk tallet me të. Dhe tallet kryeministri shqiptar me Trumpin, po çfarë do të bëj Trumpi, more, edhe sikur ai të heci këmba doras, ky do të thotë Trumpi ecën në dy këmbë. Pse? Sepse është presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë dhe Shqipëria nuk ka asnjë tank, nuk ka asnjë anije, në fakt ka 3 anije me emra grek që ja ka vënë ky kryeministri shqiptar. I ka vënë emrin Lisos, të Lezhës së lashtë Helene, koloni greke, anijes shqiptare. Orikium i ka vënë emrin e kolonisë greke në Vlorë, anijes shqiptare, dhe Dyrachion, koloni greke, anijes së tretë shqiptare. Ja ka vënë ky ka vënë ministrin grek të mbrojtjes në Shqipëri, dhe aviacionin civil e ka gruaja e ministrit grek në dorë në Shqipëri. Dhe në këtë moment që unë po bëj këtë film, qiejt e Shqipërisë patrullohen sipas vendimit të Francës nga avion grek, të dashur shqiptar. Dhe ky po tallet me Trumpin. Ky që Trumpi e zhduk Shqipërinë po të doj brenda ditës. A kuptoni apo jo? Se në çfarë rreziku të madh na ka vënë ky neve. Me ato shakat e tij bajate. Ai kujton se po tallet me kënetën, me bufin e kënetës. Nuk e di ai që bufi i kënetës në Amerikë ta bën kënet prap të gjithë Shqipërinë, siç ka qenë, para se t'i thante këmnetat shoku Enver me regjimin e tij komunist. Pra ky fëlliqësir, ky na ka vënë në një rrezik shumë të madh dhe e gjithë bota e ka mësuar që Albania në Kaukaz është e njëjtë me Albania në Shqipëri. Nuk e dinin, por nga shakaja e tij, që e trashi këtë shaka, është bërë objekt bisedash në të gjitha studiot televizive të botës, dhe shqiptarët nuk din asgjë se çfarë bën ky në botë, se çfarë thot ky njeri, si na turpron ky neve,
Edhe Sali Serbi, kështu na turproneve, gjërat më të ndyra, thot ai për Shqipërinë, kudo që shkon. Ky tallet me presidentin amerikan, kudo që shkon, nuk e di ky që Amerika e fshin atë si një mizë që në gjuhën e cakonjas vjen fjala mizë në Shqip, sepse grekët ne na kanë shtypur si mizat. E kuptoni apo jo? Këto fjalë të përbashkëta që kemi ne me grekët, tregon që ata ne na kanë shtypur, na kanë dhënë mjalt me lugë ta ham dhe do na japin edhe për 3000 vjet të tjera grekët neve, sepse kështu jemi ne kaq të çmendur sa që kemi gërmuar të gjitha qytetet e lashta ilire që ishin greke, me mbishkrime greke, dhe kemi marrë këto pllaka dhe I kemi strehuar në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe janë të gjitha në greqisht. Dhe ky kryeministër, ky gënjeshtar, ky mashtrues thotë që këto mbishkrime janë dëgjuhësh sepse her pas here shfaqen dhe mbishkrimet në latinisht. Dhe shqiptarët e mirë kujtojnë se shkrimet në pellazgji janë në ilirisht dhe në greqisht. Jo, ilirishtja ishte greqishte, e pastër, të dashur shqiptar, dialekti epik, dhe gjuha e dytë është gjuha e pushtuesve romak që erdhën dhe luftuan me grek, që e quanin veten ilir, domethënë grekët e veriut. Në qytetet dalmate të dashur shqiptar në Kroaci, në qytetet e Malit të Zi, janë të gjitha qytetet greke. Merë qytetin Rizon, qyteti Rënjve, merë qytetin Naron, qyteti Ujrave, janë të gjitha emra grek. Skodrinon në numrin shumës, qyteti Shkodrave, Lisjatan, qyteti Lezhave, Dyrakion, qyteti Shkëmbinjve të Këqinj, Aulon, qyteti I Grykave të Lumejnve në greqisht. O të mjerë, merë Gjirokastran, Antigona, është personazh I tragjedisë së Eskilit, të dashur shqiptar, do thotë përkundrejt familjes, Antigona. Emër grek, por edhe emri I dytë, Argjirokastro, do të thotë kështjell argjendi në greqisht, të dashur shqiptar. Çfarë do lloj emri që ke, dhe të parin dhe të dytin e ke grekti në Gjirokastër. Në Berat, Antipater, do të thotë përkundrejt babait. Në greqisht, emri Beratit, të dashur shqiptar, dhe ky tallet me presidentin Trump, që t'ia shkuli ai të gjitha dhëmbët, ato dhëmbët e tij të pist, me miell të bardh, dhe t'ia fusi diku tjetër ato dhëmbët atij, sepse ky pra e ka bërë Shqipërinë objekt të qendrës së vëmendjes të gjitha mediave, po për keq ama. Ky është tallur me presidentin amerikan. Do të them vetëm një gjë. Kryeministri I Gjermanisë, shteti më I fuqishëm europian, more. Jo vetëm që s'është tallur me Trumpin, I ka marrë shumë seriozisht fjalët e Trumpit dhe ka akorduar 100 miliard euro për rindërtimin e ushtrisë gjermane, sepse ka frikë se Trumpi nuk do e mbrojë. Gjermania, qendra e civilizimit europian, zemra e Europës, ndërsa ne nuk kemi asnjë tank, kemi 3 anije greke, avion grek që patrullon Shqipërinë, kemi akademi që mban shkrimet greke në bodrumet dhe katakombet e saj, kemi parqet greke. Të gjitha kështjellat janë bërë parqe kombëtare greke dhe 4 në çdo 5 biznese në Shqipëri janë greke dhe grekët e kanë blerë të gjithë tokën shqiptare nëpërmjet agjentëve të tyre minoritar. Që I ka lejuar ky, I ka puthur në ball ky në televizion, kryeministri shqiptar me gjyshën e tij minoritare, të bukur shumë gjyshja e tij, dhe për shkak të gjyshes së tij ne humbëm Shqipërinë të dashur shqiptar. Po ju jeni të çmendur, pellazg, monosilabik dhe do pendoheni, sepse ashtu siç e fituat Shqipërinë nga presidenti amerikan Wilson, ashtu do ta humbisni Shqipërinë me presidentin amerikan Trump. Ju faleminderit për vëmendjen
Dhe mirupafshim në shaka të tjera të kripura të kryeministrit shqiptar, por do ta shohim se kush qesh, sepse qesh mirë ai që qesh i fundit, dhe ky do të jetë presidenti amerikan.